Me organizim të grupit jo formal Bohemët Kërçovar për të 7-in vit me radhë u mbajt aktiviteti Gruaja e Suksesshme. Në Qendrën për Kulturë në Kërçov u mbajt një aktivitet kulturor i pasur me përmbajtje artistike. Publiku i pranishëm pati mundësinë të shijojë një program të larmishëm kulturor-artistik me paraqitjen e grupit Biser, recitale poetike, sfilat, mode dhe performancë të grupeve muzikore. E gjithë kjo kulmoi me ndarjen e mirënjohjeve për gratë e suksesshme për vitin 2024, si vlerësim për angazhimin dhe arritjet e tyre në fushë veprimtari të ndryshme. Organizatorët e këtij eventi nga grupi jo formal Bohemët Kërçovar, Goran Nestorovski dhe Alekso Trishkovski, pas përfundimit u shprehën të kënaqur me realizimin e këtij aktiviteti. Vo 2018 godina, ja si moj kolega Alekso Trishkovski, gospodin Zoran Antovski, moram da go spomnam. Ky aktivitet organizohet që nga viti 2018 dhe çdo vit po rritet edhe më shumë. Edhe pse nuk është një përzgjedhje zyrtare, është një mundësi e mirë që gratë të njihen me njëra tjetrën dhe të shkëmbejnë mendime për nisma të reja, u shpreh njëri nga organizatorët Goran Nestorovski. Ndërsa Alekso Trishkovski falenderoi komunën e Kërçovës për mbështetjen e dhënë për këtë aktivitet. Благодарение на општината Воткичево, благодарение на малите спонзори што ни помогнаја за овој настан. Falenderojmë komunën e Kërçovës dhe sponsorët tjerë të cilët na mundësuan realizimin e kësaj ngjarje, duke e shndruar Kërçovën në epiqendër me këtë manifestim, pasi pjesëmarrëset ishin nga vendi dhe jashtë vendi. Shpresoj që edhe publiku i pranishëm të ketë kaluar çaste të mira.